Dhjetra familje të komunitetit rom të cilat banojnë lagjen një shtull të Durrësit janë mbledhur këtë të hënë në protest para bashkisë, pasi prej rreth 9 muajsh nuk e marrin bonusin e qeras. Ata thonë se rreth 3 javë më parë nga ana autoritetit vendor u ishte premtuar se parat do të kalonin brenda 3 ditësh, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Sipas banorëve, kjo situatë ka vënë në vështirësi ekonomike, pasi nuk kanë të ardhurat të mjaftueshme për të paguar qirat e banesave apo për të përballuar kostot e jetesës. Po vdesim rrugëve me fëmijët, na japin lekët toneve, se na kanë mashtru hajdutat. Nuk na çojnë lekët ke banka këto. Na kanë mashtru vim tonë. Ka 3 javë. 3 javë ka që na mashtrojnë këto neve. Ku çoni lekët ju? Ti vjen për vete. Po këtu fukare këtu që vdesin për bukë. Një vit që se kemi marrë fare. Qa do bëjma për para neve? Hajmë bukë të shef mit, jemi një tu, apo të lem qeran. Po në nëziri njëzit për jashtë më gjanë. Jo, nuk bëhet shu, pse që jemi rom, jemi diskriminum gjitha ne. Jam shumë e mërzitur, se kam qunin me qera, edhe këto na kanë mashtru neve. Nuk e ka firmos ajo, nuk e ka firmos ajo. Po çfarë kemi neve? Jemi në siket, nuk dalin qunat në punë për shkak të borxhlive. Na dalin qera gjithë sot lekët, ose dilni jashtë. To i vjedhin pusin xhep, ne putemi siket me borxhlit. Pas protestës, një përfaqësi e banorëve kanë zhvilluar një takim me përfaqësues të autoritetit vendor, ku ju është bërë me dije se bonusi i strehimit për këto 90 familje do të kalojë brenda ditës. Sipas bashkisë, vonesa ka ardhur për shkak të mungesës së fondeve dhe verifikimit të dokumentacionit. Që ta besoni, do jim 4-5 veta nga ne brenda tani. Dhe ta shikoni që do firmosit listat dhe lekët do kalojnë për gjithë. Kështu po më thojnë. Ka 3 javë që na kanë mashtruar jashtë o bash, 3 javë na kanë mashtruar. Fjalë për diku 90 familje, afërsisht, që të cilët do marrin bonusin e qeras dhe jemi akoma në pritje të firmosjes së listës së plot, pasi janë me hapat procedurat. Një nga arsyet ishte pjesa e verifikimit të dokumentacioneve dhe pjesa e mungesës së fondit nga ministria. Banorët vendosën të qëndrojnë në pritje përpara bashkisë së Durrësit deri në momentin kur të kalonte bonusi i strehimit.